3, 4, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë këtu në Kinotek në Sol. Jam vjoj të jem akoma me violën, është ende me ne. Jam këtu akoma mi në kulmin e energjive të saj, nuk e di pse, do të na e shpjegoj më vonë, edhe me Erionin po flasim për kineman dhe për filmat. Tani duhet i shkoj muhabetit në thela, kur thot populli. Ti the në fillim që Kinostudio Shqipëria e Re, atëherë kishte një volum produksioni që arriti deri në 14 filma në vit. 14 filma në vit nuk është se janë një problem për Shqipërinë sot, madje edhe mund të jenë të e kaluar në një vit. Paktën vitin e kaluar unë e di që janë bërë 14 filma. Ndoshta edhe deri në fund vitit 2026 mund të bëhen sërish 14 filma shqiptar, produksione shqiptare gjithmonë. Pra, si volum filmash e kemi mbritur dhe e kemi të e kaluar me sukses Kinostudio, dhe kjo lidhet me financimin sigurisht. Po ku është problemi këtu? Problemi është që si mbajmë mend këto 14 filma që pam dje. Sa e bukur. Me një fjalë the. Një film i mirë rishikohet. Një film i mirë rishikohet edhe 30 ca herë. Kështu që kjo është gjëja që e mban këmbë filmin. Nëse filmi nuk është bërë për të rishikuar, po është bërë për të mbushur sallat atë momentin e parë të kinemas, do të thotë që është bërë për para. Dhe nuk ka asgjë të keqe sepse ne jemi në kapitalizëm sot, nuk ka asgjë të keqe që njerëz në mënyrë të ligjshme duan të bëjnë para me kineman, por është e rëndësishme që ne shikuesit të bëjmë një diferencim dhe të themi, ky është një film komercial, është një film për të kaluar kohën, është një film që nuk do mbetet, okay, dhe nuk përfaqëson ajkën e asaj që mund të prodhojë kinemaja shqiptare, ndërsa ky tjetri është film autor dhe do mbijetoj për një sër arsyesh. Po mirë, shiko, e vërteta është që sallat e kinemave këta filmat e sotëm i mbushin. Jo të gjithë, por disa i mbushin. Dhe mbushin sallat e kinemave këtu për muaj të tërë, mbushin sallat e kinemave dhe të diasporës shqiptare deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Pra, këtë që ti po thua që nuk shihet, ti the nuk janë bërë për të mbushur sallat e kinemas, por kjo do të thotë që filmi shihet. Pra, edhe kur shihet filmi mbahet mend në një mënyrë ose një mënyrë tjetër. Pra, më duket sikur nuk është fort e saktë apo jam gabim unë tani. Jo, shumë e saktë ajo që thash unë dhe do ta çmontoj pak sepse është e thellë. Kush po e sheh filmin? Kjo është gjëja. Pra kur mbushet salla, u mbush salla nga një film i Mamaqit, po them unë. Normal Mamaqi mbushi sallën dhe befas kemi një sallë, kemi një lajm që thotë blockbuster i gjitha kohërave në Shqipëri. Kush janë ata që kanë ardhur të shohin filmin? A janë film dashës apo janë njerëz që ndjekin në formë tifozllëku figurat e showbizit që ka futur në film Ermali? Po them për Ermalin sepse Ermali është shumë figurë e famshme në Shqipëri dhe është figurë që unë thash para pak që është edhe e rëndësishme për familjet shqiptare se na ka bërë shumë të qeshim në një periudhë caktuar, po në filmat e tij sot po e ndjekin tifozët. Dhe kjo po ndodh në shumë filma komerciale. Filmat shqiptar të Kinostudios i ka parë gjithë populli, gjithë dynjaja, nuk janë të gjithë filmdashës. Pra, ne që jemi amatorë në kinematografi, kemi parë edhe filmat e Kinostudios, edhe filmat e Mamaqit, me që ti e përmende. Pra, prap nuk po shoh diferencë, nuk po e kuptoj diferencën. Atëherë, diferenca është që kur ti bën një film me figura showbizi që nuk janë aktor kinemaja apo teatri, sepse jemi të vetëdijshëm që në shumë nga këto filmat komercial kemi njerëz që s'kan lidhje me filmin fare, po janë o influencera o Dhe kjo është një tendencë që po ndodh shumë gjatë po ndodh në botë më se tani nuk është se unë nuk po dënoj askënd tu, bravo i qoftë Ermalit që ka bërë atë gjë në mënyrë të ligjshme, ka sjell një film, ka mbush sallën, u shtofshin sepse kemi nevojë të mbushim sallat një herë dhe të mendojmë dhe për gjëra të tjera mbrapa. Por halli është që target grupi, publiku, më saktë, se më të heqim te këto fjalët e huaja që dalin pa dashje, publiku që shkon dhe shikon këto filma shkon sepse ka një super reklam nga influencerat, ka një super reklam nga figurat e showbizit dhe shkojnë atje edhe në formë tifozllëku sepse janë fansat njërit apo tjetrit. Pra ti po shkon të shohësh filmin apo të shohësh Noizin që është në film. Do të thënë kjo është pikë pyetja. Se Noizi s'ka lidhje me filmin. Ti po shkon si fan i Noizit. Tani ti do më thuash çka ka të keqe këtu. Ore, prindrit tanë kanë shkuar në kinema për të parë Ndrenikën o burr. Po Ndrenika i përkiste asaj, ishte artist. Dakor, atëre këtu dallimi është te kritika e filmit e një kontingjenti shumë të ngushtë
që jemi ne, jo te Masa e Gjerë njësoj ka parë Ndrenikën dhe ka kuptuar asgjë, ndoshta, nga aktrimi i Ndrenikës dhe njësoj po shef Mamaqin, po shef Aurela Gaçën, se kemi pasur filmin e kemi diskutuar edhe këtu në studio filmin ku ka luajtur Aurela, pra me të njëjtën cilësi ka parë atëherë dhe po shef tani. Tani studimi do bërë edhe me numra gjithmonë, se atëherë i referohemi një popullsie caktuar, një numër i caktuar, një numër popullsie që s'kishte variacion tjetër, ndërsa sot flasim për njerëz të lirë në thelb. Dhe ajo që dua të them unë është që këto filma kanë një distancë të madhe nga filmat cilësor shqiptar të vjetër, po dhe cilësor që mund të bëjë Shqipëria, se po Shqipëria ka bërë filmin Të gjithë e thrasin Rexhën që bëri i Bërdeari, ai regjizori që unë e kam shumë për zemër se bëri një film me shumë vlera për konsumizmin e figurës mashkullit në Shqipëri, po nuk e pa askush. Pse? Sepse ai film edhe për fajt të produksionit nuk u publicizua aq fort sa që trumpetohen këto filmat e tjerë. Kam përshtypjen, ka një problem të madh me marketimin e filmit. Patjetër. Pra, ai mund të jetë vërtet një film shumë cilësor, por ai ka një marketing shumë më të dobët se sa filmi i atij njeriu që nuk ka një formim në fushën e kinematografisë, por ka një influencë më të gjerë, ka mënyrat e duhura për ta marketuar, edhe këtu kam përshtypjen më shumë përgjegjësi e produksionit se këta filma nuk kanë ecur për te faktit që kanë një kuptim shumë më të thellë dhe që do t'i shërbente shumë më shumë atij publiku që të merrte një mesazh. Është përgjegjësi, po është përgjegjësi edhe kur shikon një film trash, po themi nga këto filmat komercial tani me figura showbizi pafund dhe lexon që ka njerëz që thonë ky është filmi më i bukur që kam parë në jetën time, dhe ai është një film që po ta pyesësh të nesërmen ç'a mban mend nga ai film, nuk do mbaj mend asgjë, ose është skenari me vrima, plot holes. Ai do mbaj mend çerçeshi, sepse një publik i thjeshtë që nuk e sheh me sy kritik, nuk di se si ta gjykoj nga ana e realizimit të filmin. Vetëm po të jetë kështu i pa realizuar tërësisht, aty vjen re gjërat. Unë nuk them që publiku jon të konsumoj vetëm kinema autor. Unë jam i pari që konsumoj trash. Trash është i nevojshëm edhe sepse mbas pune sot ne jemi shumë ngarkuar për të vrarë trurin dhe të shohim diçka ekzistenciale. Po, s'bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Po unë ndihem shumë i ofenduar kur shoh një film trash që ka vetëm batuta jo origjinale, ku skenat nisin nga logoja e kafes, ku skenat nisin nga logoja e një kompanie telekomunikimi. Kemi thënë këtë, është aty, është dyqani sallamit aty, është dakord kur jemi dakord kur kemi një produkt televiziv dhe është e qartë që do ketë spote publicitare, se ne në këtë realitet jetojmë. E kam qartë që do ketë dhe product placement në për filma jashtëzakonisht shumë, po unë ofendohem që ti mua më jep 30 sekonda logon e një kompanie kafe aty dhe batutat janë sikur i ka shkruar Mondi te lagja poshtë. Do me thënë, edhe Mondi mundi këtë shkruar? Ka një gjë. Ishte për ta banalizuar. Se dua të vazhdoj ta bëj avokatin e djalit për kuptuar problemin. Dua edhe këtë. Nuk është e thjeshtë, nuk është e thjeshtë, është kompleks. Dua edhe këtë ta them, sepse unë e kuptoj, një nga problemet më të mëdha në Shqipëri është që ne s'kemi skenarist. Dhe ndonjëherë s'kemi letërsi, dhe ndonjëherë skenarët, po them ndonjëherë që tregojmë më mirë dhe të mos them në të shumtën e rasteve, skenarët lënë shumë për të dëshiruar nga ana realizimit. Janë tipikisht ajo që thua ti, sikur i ka shkruar Mondi ose Beni ose Çimi ke lagja. Turi. Por kur e mendoj pastaj në anën tjetër them, po shikoj se unë ku te kjo lagja jetoj. Batuta e tij është e njohur për mua. Realiteti i tij është i njohur për mua. Ka një që a mund ta vazhdoj pak logjikën se këtu do dilja. Ne kishim një regjisor para 2 puntatash dhe ai tha një gjë që unë nuk e kisha menduar më para. Tani unë nuk dua që ta përdor citimin e tij për të ilustruar idenë time që mund të jetë ndryshe nga ideja se pse ai e tha atë. Por dua që t'i jap një drejtim të tillë bisedës. Ai tha që në Shqipëri bëhen filma ose ndodh që bëhen filma për festivale. Filma të cilat nuk shihen nga publiku i gjerë, janë vetëm për një kategori shumë specifike kineastësh, të formuar në atë lëm që e kuptojnë filmin, ose që janë me tema të stërkonsumuara, gjakmarrja, bunkerët, komunizmi, që nuk na thon gjë, jo Gen Z, po as neve nuk na thon më gjë në kuptimin social dhe të kontekstit. Dhe nga ana tjetër, duhet të ketë filma që i flasin masës, pra filma që të shihen. Nuk të qëndron ty si logjike duke plotësuar dhe atë që tha Viola që ore Mondi, po Mondin kam në jetën e përditshme, e kupton, s'kam Ingmar Bergmanin. Absolutisht.
Jo, Mondi është figurë e mrekullueshme, po nuk tregohet Mondi, po shkruhet nga Mondi diçka, duhet dish të shkruash. Të po them unë, në thelb ajo që thua ti është shumë e vërtet. Këtu ne kemi ose borgjezët e kinemas që bëjnë filma sepse mendojnë në moshën 20 vjeçare që janë në gjendje të bëjnë gjëra autor alla Tarkovski dhe nuk janë fare me këmbë tok. Dhe sjellin ca filma që sinqerisht i shërbejnë njerive apo nuk e di kush është funksioni i tyre. Thjesht për të thënë që teknikisht ne kemi bërë një film të mirë, aq, po nuk i prek njerëzit, ndërsa kinemaja që prek njerëzit është kinemaja e llumit, e cilsoj unë. Okay. Pse? Sepse ti njerëzit mund t'i prekësh sot pa qenë llum. Okay. Nuk ka nevojë të jesh llum, nuk ka nevojë. Pra duhet të jetë diçka në mes, midis këtyre dy ekstremeve. Po dhe vulgariteti që ne kemi në rrugët e Tiranës mund tregohet në formë artistike. Mund tregohet vulgariteti në formë artistike. E ka bërë Larry Clark në New York, e ka bërë me adoleshent rrugësh, pa buxhet fare. Ndërsa ne këtu çdo gjë e sjellim çikalla turke, çikalla spot publicitar gjatë gjithë kohës, çikalla fake. Kemi aktorë që s'pranojnë të puthen, kemi aktorë që s'pranojnë të bëjnë këtë, që s'pranojnë të bëjnë. Po pse e bën aktorin? Pse e bën aktorin? Mos bëj aktorin, bëj hidraulikun. Këtu po të duar trokat. Bëj diçka tjetër. Se e kam thënë edhe unë më herët që kur je aktor është puna jote, është profesioni jote dhe asgjë nuk duhet parë jashtë profesionalizmit. Dhe kjo është perceptim shumë i gabuar, refuzoj të bëj këtë. Hiqet prije këtë skenën nga filmi se nuk pëlqen mua, se më shef babi. A e dini çfarë tha Rajmonda Bulku kur unë e pyeta? A ke patur probleme për skenat intime të vdekja e Kalit? Se ishte viti 91. Sa kishin ardhur nga komunizmi. Edhe Raimonda tha, po pati plot komente, tha, po si reagove ti, se çava kokën fare, tha. Po se s'duhet ta çash kokën, se ti po bën një punë aty. Kush e kupton mirë? Kush se kupton? Kur mos e kupton? Të shkojmë te thelbi muhabetit. Ne përmendëm kompanitë e sallamit, të djathit, të kafes, po kështu janë të makaronave, të orizit, të cilat dalin si spote publicitare dhe jo si pjesë, pra të vendosura shumë keq si produkte nëpër filma. Po këto japin lekët dhe ky është thelbi muhabetit, financimi. Nga e merr financimin ti dhe çfarë do financuesi yt që të bëhet publicitet dhe që të luhet aty si skenar, që t'i shitet produkti. Dakor apo jo? Unë do t'i jap solidaritet maksimal të gjithë personave që po bëjnë filma këtu. Solidaritet do t'i jap Ermalit që përmenda, do t'i jap Zebër Voki, do t'i jap Drilonit, do t'i jap të gjithëve që kanë bërë këto filmat që janë detyruar më të bëjnë këto lloj gjërash, patjetër sepse shumë e vështirë të sjellësh një film sot që kushton minimalisht 50.000 euro, thash unë, po këto janë filma që kalojnë 200.000 euro. Ku janë fondet e Ministrisë Kulturës këtu dhe të shtetit për filmin? Atëherë qëndrojmë një herë tek iniciativa private. Ajo që them unë tani, ti je i detyruar të bësh product placement, okay, të bësh reklam. Po ka një diferencë të madhe midis ta lësh produktin në tavolinë ndërkohë që ne po flasim, sepse shishja kolës do jetë, se është edhe aspekt sociokultural, është ka histori mbas Coca-Colës. Ti e bën gjën shumë më të natyrshme, po e lea të shishe në tavolinë, do të gjithë e kuptojnë. Qartë. Tjetër gjë është nëse unë shishen e Coca-Colës kur flas ta mbaj kështu domethënë. Pra është dhe mënyra e rëndësishme si e bëjmë ne publicitetin. Po pse ke nevojë ti ta bësh publicitetin me protagonistin që në çdo skenë, sa herë që del nga makina, hop, aty nga cepi del dhe logoja e kafes. Po pse më në çdo skenë duhet ta bësh këtë? Pse kaq trash? Pse kaq rënd? Kjo është gjëja që them unë, nuk mund bëhet pak më fine, se kjo më bën të kuptoj që DOP-ja, drejtori i fotografisë atij filmi, gjithë njerëzit që bëjnë product placement, nuk punojnë, ose punojnë jo mirë, ose punojnë trash. Edhe këtë nuk ka nevojë ta thotë Erioni këtu, se unë jam i fundit që mund ta thotë. Unë jam thjesht një person që konsumoj dhe këta duhet më kenë target group mua, se unë jam personi që e dua kineman dhe unë kam shkuar në kinema për gjithë to filmat që citova, sepse e cilsoj të rëndësishme që ne të shkojmë të konsumojmë filma shqiptar, po ama ta themi mendimin, mos themi mbrapa, ky që filmi më i bukur që pa shumë, ky është blockbusteri, ky është i madh, janë batutat më të mira. Po ç'a është atëre filmi dy herë mat? Ç'a është edhe kështu dhe ashtu? Qa janë komedi... Po flasim për filma me batuta. Po s'bëhet fjalë. Me batuta. Po i kanë rezistuar 50 viteve, do vazhdojnë të rezistojnë. Qa janë ato? Alma. Po s'bëhet fjalë. Mendoj që është elementi nostalgjik që i mban ata filma të dikurshëm kaq gjallë dhe sot. Mua edhe kështu dhe ashtu më bën të qesh akoma sot. Kur ai thot këtij teknikut lavatrishës që është gjithmonë Gimbaj, pse
kaq shumë të pëlqen ty këngëtari, vdesi thot. Po e thot me një mënyrë me mimik të jashtëzakonshme dhe mua më bën për qesh gjithmonë ajo. Kështu që tani çfarë do themi ne që aktorët janë gjithë njësoj, që skenaristët janë gjithë njësoj, po jo, pra se janë profesionistë, ca duan të bëjnë lek, ca janë duke luftuar shumë që të bëjnë një gjë të mirë dhe janë të detyruar të bëjnë këto mëkatet e vogla, ca duan të bëjnë mëkatet e vogla, po s'din ti bëjnë dhe i bëjnë të mëdha, pra ka nga të gjitha të këtyre. Si mendon ti që përmirësohet kinemaja shqiptare? Pra, ne jemi pothuajse në modelin amerikan të vetfinancimit, por sigurisht pa traditën e Hollywoodit, dhe prandaj kemi produkte kaq të kritikueshme dhe kaq problematike. Nga ana tjetër, është edhe modeli evropian që është më i kontrolluar, por na çon më shumë tek ato filmat që i flasin 5 vetave. Pra, cili është modeli që ne duhet në mendimin tënd modest? Duhet studiuar thjesht historia jonë me kineman. Historia jonë me kineman flet që ne jemi popull që duam rrëfimet sociale. Okej, ne duam rrëfimet sociale, dramatike, na e sjellësh familjen, kujt si pëlqeu për shembull Njerëz dhe fate njëshi, flas ai i parë. Më kupton, dhe ai është i bërë keq, në sensin është i bërë keq në nivel kinematografik, është i dobët në standardet. Rekuizitat absolutisht jo, po i pëlqeu gjithë. Pse? Sepse skenari është shumë i mirë. A mund të investojmë në te klasat e dramaturgjisë në akademi? Dhe unë këtë do ta them kudo. Po investoni më te njerëzit që të shkruajnë. Njerëzit nuk shkruajnë dot më vetëm sot. Futini nëpër klasa, motivojini ata. Vërini që të shkruajnë histori ç'a ndodh në rrugë. Dini sa gjëra ndodhin, domethënë në Tiranë çdo ditë. Po ne s'po tregojmë asgjë, ne po tregojmë budallëgje që s'ekzistojnë. Të gjithë regjizorët, kinastët që ne kemi pasur të ftuar këtu në Kinotek thonë të njëjtën gjë. Shqipëria ka kaq shumë histori, është kaq e vogël, po ka kaq shumë drama e kaq shumë ngjarje të përditshme, sa që për secilën prej to mund të kishin prodhuar pafund filma sikur financimi të mos mungonte. Po kur financimi kthehet problem, është e pamundur që ti ta sjellësh atë dramën ashtu siç do. Njerëz dhe fate patjetër e ka bërë për kohën, e ka bërë në mënyrë perfekte, pavarësisht mungesës shumë elementeve, po është një nga ato seriale besoj edhe ka qenë dhe film ka qenë titull i ndryshëm. Filmi u bë dyshi tani së fundmi, ndërsa njëshi është TV show, është serial. Po se çka qenë edhe një film. Dashur. Në Kohë të dashurisë. Në Kohë të dashurisë ka qenë filmi me atë, po themi, shtojcën e Florit, ç'a ndodh me Florin after. Po kishte bënte shumë kuptim për atë kohë. Sot po të riktheheshim, edhe të hidhnim një syt nga Tirana, thjesht për të dakordsuar me atë që the ti. E pastaj edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë do gjenim pafund ngjarje, do kishim besoj filma shumë të mirë, sikur ta linin pak të mafian që vishet me taka dhe shkon aty dhe i fut plumbin papa. Un jam tu për të dhënë vetëm mendimin tim edhe dashurinë time. Po, dashurinë time ndaj kinemas. Asnjëri nga ne nuk është kritik filmash dhe mua shumë gjëra dom keq kuptohen, mi keq kuptojnë vazhdimisht, po është okay se është pjesë e gjithë gjës. Këshilla që do jepja unë dhe ajo ç'a do doja të shifja unë është artistët e vërtetë, regjizorët e vërtetë të rinj në Shqipëri që kanë know-how, që dinë si ti bëjnë filmat, që kanë bagazh të jashtëzakonshëm dhe unë s'po flas kotë, po flas për regjizor. Jocelyn Rama është regjizor i mirë. David Kodheli është regjizor shumë i mirë. Këto regjizor që janë, a mund të bashkëpunojnë me njëri tjetrin? A mund gjejnë atë frymën e bashkëpunimit dhe ti lën më njan këto idetë për të bërë për shembull këta diun filma autor që si shef njëri, po tulen dhe t'japin diçka real life, të bëjnë një skenar të mirë, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, se vetëm kështu mund t'ja dalim bëjmë një skenar dhe të kërkojmë financime mbrapa. Nuk funksionon që ti je regjizor i madh me emër dhe ti bën çfarë duash, se është Christopher Nolan ai që është dhe filmat i bën një herë në 10 vite, dhe jo vetëm sepse s'ka ç'a të bëjë ai, po sepse të gjesh sot financimet për të bërë Odisean, për të bërë Oppenheimerin, për të bërë filmat që ka bërë Nolani, është shumë e komplikuar në tregun e lirë. Nuk do të vi qendra kombëtare e kinematografisë që ka 1001 probleme të t'japi ty sponsorizime të tilla. QKK-ja do bëj gjëra të tjera. Do bëj dhe duhet bëj gjëra të tjera. Po ama ti mos prit sot që si filmbërës i lirë të suportohesh, se nuk jemi më në komunizëm. Nuk jemi më. Si jemi më. Si thuat, kalojmë te lojrat? Kalojmë tek lojrat. Jemi loja e parë është me regjizor dhe pastaj edhe me filma që ta kam çuar në telefon. Ja ti kapim lojrat një. Tani e kam keq unë. Tani do vendosësh përpara. Pra, kemi lojë me regjizor, me anime dhe me filma. Yes. Shumë bukur. Çfarë duhet ndodhi, do ndodhi. Po. Murphy's Law.
Dhe do zbulojmë tek këto alternativa që kemi se cilat janë më të preferuar të tua. Jo domosdoshmërisht këtu mund të jetë ajo më e preferuara jote, pra anime jote të gjitha kohërave, filmi jote të gjitha kohërave apo regjizori më i vlerësuar. Nga ty po nga këto alternativa që janë dhënë këtu. E gjete? Po. Okej. Vazhdojmë? Jepi. Okej, mes Hitchcock dhe Kubrick, cilin do zgjidhje? Kubrick shumë e thjeshtë për mua, me gjithë respektin për Hitchcock, po Kubrick është, unë e kam në majtë listës. Okej, në majtë të listës, të gjithë të tjerë që do përmendim në after. Në majtë listës. Do ta bëjmë ose për secilin, për çdo çift. Nuk do ta bëjmë kështu. Okej, mirë. Okej. Mes Fellinit dhe Bergmanit. Fellini. Fellini. Me gjithë respektin janë të dy, domethënë këtu po japim shihet e mia subjektive. Okej, po. Fellini për mua, Fellini. Kurosawa apo Ozu? Kurosawa është emër. Po, je shumë në rregull. Me gjithë respektin prapë se janë monstra, po Kurosawa shumë më monster se sa Ozu. Okay, Scorsese apo Coppola? Çfarë them tani, Coppola bëri diçka si Godfather edhe Apocalypse Now, po unë jam Scorsese fan. Unë jam Scorsese. Okej, Tarantino apo Fincher? Tarantino, edhe pse e akuzojnë, po Tarantino me Pulp Fictionin bëri një revolucion që tërboi gjithë Amerikën dhe s'është e lehtë tërbosh Amerikën cilësisht. Okej, Nolan apo Villeneuve? Unë nuk jam në vështirësi më duket. Po jam vështirësi, sepse kjo është e vështirë. Unë nuk jam fan i Nolanit. Unë i shikoj filmat e Nolanit, unë jam i vetëdijshëm që Nolani është shumë i rëndësishëm për kohën tonë. Nuk jam fan, unë nuk shkul flokët për filmat e Nolanit, unë shikoj patjetër, më duket pretencios si regjisor, por është emër shumë i madh tani. Ndërsa kur vjen punat e Denis Villeneuve, për shembull Incendies është një film që mua më çmend, më tërbon, e lidh shumë dhe me Old Boy-n. Nuk di çfarë them pasaj. Edhe këtë Blade Runnerin e Villeneuve-it unë e kam shijuar pafund. Kështu që unë do zgjedh Villeneuve. Tani vijnë dy emra të vështirë për mua, kështu që dy koreanët po të mirë. Okej. Bong Joon-ho. Okej, dhe Park Chan-wook. Po çfarë thuash për ta, këta janë miq vet, janë dhe shok se ndajmë dot. Janë dhe shok vet të dy. Për botën është shumë më i rëndësishëm Bongu sepse depërtoi me Parasite shumë fort, po e rëndësishme është thuhet që në 2003-shin të dy këta regjizorë realizuan Memories of a Murder dhe Old Boy në parku. Dhe protagonistët kanë një foto shumë të famshme në shesh xhirim, janë takuar të dy dhe është kështu si moment shumë i bukur dhe i çuditshëm, sepse janë filma që i hapën dyert në mënyrë të frikshme kinemas koreane për gjithë botën, ama për mua ka 1 milimetër më shumë Old Boy për shkak se është më zbavitës. Është më zbavitës për mua. Unë regjizorëve koreanë do i shtoja dhe Kim Ki-dukun, i cili vdiq fatkeqësisht nga Covidi. Gjatë Covidit, po. Okej, nuk e di pse e kemi vendosur prap. Dy herë Kubrickun. Për ta vendosur në vështirësi më sa. Okej. Qëndron. Unë se është vendosur prap Kubricku, po unë do ta heq Kubrickun dhe do them Tarkovski apo Parajanov. E shtovë vetë Parajanovin tash. Po tash meqense i takojnë botës sovjetike aty. Po. Dëgjoj tani është gjuna që unë mos them Tarkovski. Është gjuna, unë nuk jam gjendje të flas për Tarkovskin. Unë nuk jam gjendje as të flas për Kubrick, se jam shumë i vogël, jam një njerëz shumë i thjesht për të folur për këto kolos, se janë kolos. Po Tarkovski patjetër. Edhe pse ngjyra e shekëve mua më pëlqen. Është magji. Okej. Almodovar apo Yorgos Lanthimos? Okej, po çfarë them, kjo është shumë e vështirë sepse Almodovarin unë e dua pafund. Ai jo vetëm regjisor, po edhe ka qenë producenti disa filmave të mirë ku do citoja dhe thuhet Almodovar, lexohet Almodovar, jo Almodovar. Lexohet Almodovar. Që është kështu që jo gjithë Shqipëria e thon gabim shumica e njerëzve. Po Almodovari ka qenë dhe producent i Wild Tales, që është një nga filmat e mi të preferuar kështu latin argentines. Do zgjedh Almodovarin, edhe pse Lanthimos është shembull shumë i mirë për tu marrë nga ne Ballkanasit, e ka nisur me Dog Tooth, me ca filma të çmendur, ka vazhduar pastaj me
këto filmat me Emën që është mrekullueshme, kështu që çfarë themu për. Me gjëra fjalat e Emma Stone. Ja ku e kemi Emma Stone. Po. Ke një ngjashmëri. Një çik, po kam rënë. Se kemi qenë më mirë. Komra. Day e fundit, David Lynch apo Charlie Kaufman. David Lynch dhe faleminderit që ma përmendë sepse un e kam shumë për zemër David Lynch, jo për filmat i ka të mrekullueshëm nga i pari tek i fundit, po sidomos për TV show-n tim të preferuar që është Twin Peaks i vitit 91-92 dhe më pas është bërë sezoni i tretë 25 vite më pas në 2017 sepse ashtu duhet vazhdonte historia me të njëjtin cast dhe ka marrë diku te 14 minuta standing ovation në ato që ka qenë prezantimi i serisë parë në 2017. David Lynch nuk di çfarë të them, nuk di, një artist i jashtëzakonshëm. Nga Elephant Man tek Mulholland Drive. Çfarë të them, Blue Velvet, ka shumë, Lost Highway, çdo gjë e ka të mrekullueshme, një regjisor. Ka qenë ky aktori aty tek Elephant Man, 82-shin, si ka më ky aktori i madh. Anthony Hopkins, po. Kalim shpejt tek pyetja e fundit. Okej. Pyetja e fundit. Cili regjisor nga të gjitha do ta programoje për një muaj? The Cult Sign Close It. Patjetër Kubrick. Sepse ai trajton, ai ka qenë shumë, më duket sikur ka qenë vizionar dhe sikur ka parafolur shumë gjëra, jo vetëm te 2001-shi, po shikoni Eyes Wide Shut tani me këtë Epstein Filesin. Shikoni Clockwork Orange me të gjithë eksperimentet që bëhen mbi njerëzit. Hajde shohim pak Full Metal Jacket për ironinë e madhe të luftës. Inteligjenca artificiale tek 2001-shi. Te 2001-shi Space Odyssey është 68 asaj filmi dhe ka kompleksuar gjithë kinemanë me Star Wars e me gjitha këto që janë.